Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Kryeministri i vendit Edi Rama e cilësoi buxhetin e vitit 2026 si më të rëndësishmi në historinë e vendit. Sipas tij, ky dokument parashikon rritje për pensionet gjatë vitit 2026, por edhe politikat sociale për mbrojtjen e tyre. Pensionistët do të jenë kryefjala e buxhetit të shtetit për vitin 2026, i cili konsiderohet si historik. Kryeministri Edi Rama prezantoi shtyllat kryesore të projekt buxhetit nga foltorja e Kuvendit, ku theksoi se janë 1.7 miliard euro, të cilat në 4 vite do të shpërndahen për mbi 721.000 pensionistë. Sipas kryeministrit, një vëmendje më e madhe i është kushtuar dhe mbrojtjes sociale. Ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh, rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Sot, me këtë buxhet në 257 miliard lek, ose me një rritje prej 11.6 miliardësh, që e të ndryshë janë 116 milion euro. Kjo shumë për mbrojtjen sociale është më shumë se sa 2 fishi i mbrojtjes që kishin shqiptarët kur ne morëm detyrën. Pensionistët janë kryefjala e këtij buxheti dhe do të jenë kryefjala e këtij mandati. Por pa diskutim, pa harruar edhe ata që vazhdojnë të jenë në skemën e ndihmës ekonomike, pa harruar përfituesit si persona me aftësi të kufizuar dhe pa harruar edhe domosdoshmërinë për një qasje të re dhe një shtysë të re në aspektin e strehimit, e duke mbetur besnikërisht pranë të gjitha familjeve të reja me vazhdimsinë e bonusit të bebes. Kryeministri nënvizoi si risi dhe rritjen e pagës minimale, si dhe aplikimin e paketës së paqes fiskale për bizneset. Një tjetër zotim i dhënë në pranverë dhe që mbahet në këtë buxhet është rritja e pagës minimale, që qysh prej janari do të jetë 500 euro dhe do të jetë një pagë që do të vazhdojë të rritet brenda mandatit 4 me objektivin ambicios që në fund të këtij mandati paga minimale në Shqipëri të jetë 700 euro. Është e vërtetë, është një falje e madhe që përmes pagës fiskale do t'i bëhet të gjithë sipërmarrjes, duke i dhënë mundësinë që të mbyllë të gjitha çështjet e vjetra, duke ushqyer më tepër besimin dhe bashkëpunimin ndërsjellë me sipërmarrjes e administratës tatimore dhe duke lehtësuar marrëdhënien mes tyre e duke lehtësuar edhe kostot administrative të sipërmarrjeve. Sipas kryeministrit Rama, për herë të parë gjatë vitit të ardhshëm, do të aplikohet edhe indeksimi periodik i pagës çdo 2 vjet për administratën publike, si dhe rritja e diferencuar e pagave me qëllim rritjen e standardit të jetesës për familjet shqiptare. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se nuk ka asnjë koment për çështjen nën hetim dhe se nuk do të sulmojë institucionet e drejtësisë, por ashtu e shtoi edhe mbështetjen për reformën në drejtësi dhe politikat e saj. Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ka reaguar për herë të parë pas komunikimit të akuzës së SPAK për çështjen e tunelit të Llogaras. Gjatë seancës plenare ku diskutohej projekt buxheti i vitit 2026, Balluku tha se nuk ka asnjë koment për çështjen në hetim dhe se nuk do të sulmojë institucionet e drejtësisë. Më duhet të them disa fjalë jo për të kompensuar baltën, aludimet, gjysmë të vërtetat dhe gënjeshtrat e thëna me bollëk kotoko. Por për detyrimin që kam ndaj kujdo, nuk do dëgjoni kurrë nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re, edhe kur preken personalisht. As lëvdata e himna, pasi besoj thellësisht se kjo drejtësi e re e dal nga reforma, produkt i vullnetit politik të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës. Po ashtu ajo shtoi se mbështet reformën në drejtësi dhe produktet e saj, ndonse e prekur personalisht, duke theksuar se ajo reformë ka marrë mbështetjen e çdo socialisti dhe në respekt të plotë të misionit të PS nuk ka asnjë koment.
Paketa fiskale 2026-2028 nuk është amnisti, por një mundësi e fundit për debitorët që të mbyllin borxhet e vitra tatimore dhe doganore, është shprehur ministri i Financave. Për herë të parë përfshihet edhe kompensimi të TVSH për fermerët me 10% të vlerës së faturës. Me projekt ligji në faljes së detyrimeve tatimore dhe doganore, mbyllim kapitullin e borxheve të vjetra të parashkruara. Kështu është shprehur ministri i Financave Petrit Malaj gjatë seancës plenare për shqyrtimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit 2026, i cili theksoi edhe një herë se paketa fiskale nuk parashikon asnjë rritje taksash, ndërsa garanton një kuadër fiskal transparent. Dy projekt ligje më të rëndësishme të asaj që tashmë njihet si paqja fiskale dhe përfshin projekt ligjin për marrëveshjen e paqes dhe projekt ligjin për faljen e detyrimeve tatimore dhe doganore. Ne nuk po ndërmarrim një amnisti. Nëpërmjet paqes fiskale nuk falim asnjë përgjegjësi penale. Nuk garantojmë imunitet për askënd dhe mbi të gjitha nuk i shërbejmë askujt që është nën hetim apo në procese gjyqësore. Marrëveshja e paqes fiskale, e cila do të zbatohet për periudhën 2026-2028, synon korrigjimin dhe rritjen e deklarimeve të rregullta për bizneset që duan të përfshihen në këtë marrëveshje vullnetare. Paketa fiskale është hartuar sipas të njëjtit model që është zbatuar në Itali në vitin 2018. Sipas Malajt, projekt ligji i faljes së detyrimeve tatimore dhe doganore është shansi i fundit që ata ju japin debitorëve. Projekt ligji i faljes së detyrimeve tatimore dhe doganore, nga ana tjetër, parashikon fshirjen plotësisht të çdo borxhi që është më i vjetër se 10 vjet. Për borxhet me vjetërsi 5 deri në 10 vjet, ofrohet mundësia që duke marrë në konsiderat edhe gjendjen financiare, kundrejt një pagese të detyrimit tatimor në masën 50% apo 75%, biznesi do t'i falet pjesa tjetër e borxhit, si dhe gjobat dhe kamatvonesat. Ndërsa për borxhet me vjetërsi nga 0 deri në 5 vjet, do të fshihen të gjitha gjobat dhe kamatvonesat, kundrejt pagimit 100% të detyrimit tatimor deri më datën 31/12/2026. Paketa fiskale përfshin për herë të parë skemën e kompensimit të TVSH-s. Fermeri do të kompensohet me një normë prej 10% të vlerës së faturave të shitjes së mallit të tij te grumbulluesi, përpunuesi apo te agrobiznesi. Shtetit për vitin 2026 në vlerën e 8.9 miliardë eurove do të shkojë për financimin e sektorëve prioritar të ekonomisë së vendit. Politika sociale marrin një vëmendje të shtuar pikërisht në këtë buxhet. Buxheti i vitit 2026 është më i lartë i akorduar ndonjëherë, referuar draftit të ardhurat buxhetore, të cilat bazohen në përmirësimin e administrimit fiskal dhe minimizimin e informalitetit në ekonomi. Programohet në rreth 8.5 miliard euro dhe shpenzimet buxhetore në rreth 8.9 miliard euro ose rreth 31.9% e prodhimit të brendshëm bruto, duke rezultuar afro 550 milion euro më shumë se plani i rishikuar i vitit 2025. Ndërsa deficiti qëndron në 2.3% të PPB-s, në të njëjtin nivel të pritshëm për 2025-ën. Një fokus të veçantë në buxhet kanë politikat sociale. Qeveria parashikon për vitin 2026 një rritje të ndjeshme të shpenzimeve sociale. Konkretisht 100 milion euro do të destinohen për rritjen e pensioneve sipas skemës së re, ndërsa 135 milion euro do të shkojnë për rimbursimin e medikamenteve. Krahas kësaj politike parashikohet financimi i plotë i efektit të rritjes së pagës minimale prej 50.000 lekësh në muaj. Për herë të parë parashikohet dhe indeksimi i pagave të administratës publike në masën 2.5% duke filluar nga 1 janari 2026. Investimet publike për vitin 2026 janë planifikuar në rreth 1.9 miliard euro, ndërsa fondi për rindërtimin do të jetë 50 milion euro. Për 11 kontrata koncesionare do të shpenzohen 120 milion euro, një ulje e lehtë krahasuar me 123 milion euro te këtij viti. Referuar projekt buxhetit, edhe për vitin e ardhshëm sektorët prioritar si shëndetësia, mbrojtja sociale, infrastruktura, energjia, arsimi apo ushtria do të jenë ndër më të financuarit. Sa i takon fondeve të shpërndara sipas institucioneve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale merr pjesën më të madhe të tortës buxhetore, afro 853 milion euro në vitin 2026, ku veç pagave të bluzave të bardha përfshihen edhe investimet e parashikuara në këtë sektor. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të ketë një buxhet prej 800 milion eurosh, duke u fokusuar më së shumti në investimet në projekte të ndryshme rrugore dhe hekurudhore.
Ministrisë së Arsimit i është dedikuar një buxhet prej 680 milionë eurosh, në të cilat përfshihen pagat për mësuesit si dhe investimet e parashikuara në këtë sektor. Një peshë e rëndësishme në buxhet zë edhe Ministria e Mbrojtjes, me një total për afro 610 milionë euro, ku pjesa më e madhe shkon për forcat e luftimit dhe në përmbushje të detyrimit që ka Shqipëria në kuadër të NATO-s për një buxhet mbi nivelin 2% të PVB-s. Nga viti 2026, çdo biznes në Shqipëri do të jetë i detyruar që të ketë të paktën një pajisje elektronike për pagesat me kartë si pjesë e një plani për reduktimin e paras në kesh. Ministra Ibrahimaj theksoi se kjo mas synon që të luftojë informalitetin e ekonomisë. Çdo biznes do të jetë i detyruar të ketë të paktën një terminal POS që t'i ofrojë klientit të tij mundësinë për të kryer pagesat me kartë. Në forumin Connect të pagesave digjitale të organizuar në kuadër të javës globale të sipërmarrjes, Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj u shpreh se është përgatitur një plan konkret masash për reduktimin e keshit, i cili javën e ardhshme do të diskutohet me sektorin bankar, aktorët fintech, institucionet publike dhe të gjithë ata që janë pjesë e zinxhirit të pagesave. Një nga masat konkrete që ne kemi parashikuar që është pjesë e paketës fiskale që do të prezantohet sot në parlament është pikërisht detyrimi për tregtarët që të kenë të paktën një POS dhe brenda vitit 2026 në mënyrë të shkallëzuar ne do të kemi të gjithë tregtarët që do të jenë të detyruar të kenë të paktën një mjet elektronik të pagesave. Besojmë që ky është një hap i parë drejt punës së përbashkët që ne kemi për të bërë në mënyrë që të arrijmë objektivat tonë përbashkëta, të arrijmë që Shqipëria të reduktojë nivelin e keshit, e cila do të ndikojë në reduktimin e informalitetit dhe do të ndikojë gjithashtu në përmirësimin e performancës së inovacionit në vend. Sipas Ibrahimajt, Shqipëria ka digitalizuar pjesën më të madhe të shërbimeve publike, por duhen digitalizuar më shumë edhe pagesat, me qëllim që të reduktohet përdorimi i paras fizike. Ne sot kemi de facto 98% të shërbimeve që ofrohen online. Ne nga ana e shërbimeve publike, Shqipëria është në pararoj për sa i përket gjithë vendeve dhe të BE-s, është në vendin e 8 për ofrimin e shërbimeve publike digjitale, është në botë, është në 20-shën e parë, pra ne kemi bërë shumë në drejtim të digitalizimit, por nëse digitalizimi nuk ndërlidhet me digitalizimin e pagesave, me reduktimin e keshit, asnjëherë ekonomia jonë nuk do të arrijë që të marrë maksimumin nga ky digitalizim. Ajo theksoi se digitalizimi i pagesave është kyç për të marrë më të mirën nga të gjitha zhvillimet digjitale që janë duke ndodhur. Përgjatë javës globale të sipërmarrjes është prezantuar raporti tregut të punës për sektorin e teknologjisë së informacionit. Ministri i Ekonomisë Ibrahimaj tha se sektori ka njohur një rritje shumë të shpejtë. Në javën globale të sipërmarrjes u diskutua mbi raportin e tregut të punës në sektorin e teknologjisë së informacionit. Sipas raportit, ky sektor ka njohur ritme të shpejta zhvillimi, gjë të cilën e theksoi edhe Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, duke u bazuar në shifra konkrete. Sektori i teknologjisë së informacionit në 10 vitet e fundit është zhvilluar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe duket në shifrat e eksporteve, të cilat para 10 vitesh ishin vetëm në nivelin 8 milion euro, sot janë 210 milion euro. Shitet nga shifrat e të punësuarve në të sektor që dikur nuk kalonin 4.000 personat, sot janë mbi 22.000 persona. Shitet nga shifrat e bizneseve të regjistruara në të sektor, të cilët janë rritur gjithashtu në mënyrë eksponenciale, ndosë një pjesë e tyre vazhdon të jenë biznese të vogla me deri 10 të punësuar, por ka dhe biznese shumë të mëdha që prodhojnë shërbime për Shqipërinë, por edhe për eksportet. Ministra theksoi se në nivel shërbimesh publike, Shqipëria qëndron më lart se vendet e rajonit. Megjithatë, sfida mbetet në përthithjen e inovacionit nga sektori privat, sidomos nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ndaj dhe shifrat e raportit që paraqiten sot e tregojnë këtë, sektori privat dhe kryesisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë një nivel të ulët të përdorimit të teknologjisë së informacionit, por nga ana tjetër dhe aftësia e tyre për të përfitur talente në këtë drejtim është e ulët, pasi talentet janë në mungesë.
Raporti nxjerr në pa edhe një diferencë të madhe midis kapaciteteve të Tiranës dhe atyre të qyteteve të tjera. Për të adresuar këtë mungesë, janë ndërmarrë hapa nëpërmjet programeve të granteve të Startup Albania, me synim fuqizimin e ekosistemit të startupeve dhe shpërndarjen e tyre më gjerë në të gjithë territorin. Për gjatë gjysmës së parë të vitit 2025, Këshilli i Investimeve raportoi hapa të rëndësishëm në përmirësimin e aksesit në financë dhe inovacion për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Republikën e Shqipërisë. Progresi i rekomandimeve të Këshillit të Investimeve për periudhën janar-qershor të këtij viti tregon hapa të rëndësishëm për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri. Në fokus të sesionit A janë skema të reja, partneritete strategjike dhe angazhim më i madh i sektorit bankar për përmirësimin e aksesit në financë dhe inovacionit për ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme. Në shkurt të 2025-s u prezantua një skemë re financimi me një fond të konsiderueshëm e dedikuar për bizneset në sektor si bujqësia dhe agroturizmi. Skema ofron kredi me norma të ulta interesi dhe shërben ekskluzivisht për investime, duke nxitur zhvillimin afatgjat të ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme me forcimin e inovacionit. Një tjetër hap kyç është nënshkrimi një marrëveshje strategjike me institucione ndërkombëtare për zhvillimin e financave të gjelbra në vend. Marrëveshja përfshin hartimin e një taksonomie të gjelbër për klasifikimin e aktiviteteve të qëndrueshme, ndihmën në mobilizimin e fondeve për projekte të gjelbra dhe ndërtimin e kapaciteteve për menaxhimin e rreziqeve klimatike sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Por çfarë është arritur nga këto investime? Paralelisht janë ngritur qendra inovacioni digital për të mbështetur digitalizimin dhe modernizimin e ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme, duke krijuar ura bashkëpunimi mes sektorit privat, akademisë dhe institucioneve publike. Programet e mbështetura nga diaspora akademike kanë sjell ekspertizë ndërkombëtare dhe praktika të mira për zhvillimin e qëndrueshëm të biznesit. Megjithatë, raporti thekson mungesën e produkteve financiare të dedikuara për gratë si përmarrëse, një aspekt që kërkon vëmendje të shtuar për të siguruar përfshirje të barabartë. Këto nisma tregojnë një përpjekje të vazhdueshme për të krijuar një ekosistem financiar më të qëndrueshëm, inovativ dhe të aksesueshëm, duke i dhënë një impuls të ri zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri. Në këtë edicion ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.